A i lejohet mashkullit që të falet me kanatiere? Lejohet, por nuk është e pëlqyeshme një gjë e tillë, është e urryer. Mos të falet ndonjëri për jush duke i pas shpatullat e zbuluara. Kur janë kushtet dhe mundësit, se kur nuk janë kushtet nuk ka problem fetarisht që burri të falet edhe pa gjë fare në supe, namazi është i saktë dhe i vlefshëm. E përderisa janë kushtet dhe mundësit, s'ka pse të falet me krah të zbuluara. Kanatierja është dy llojesh faktikisht. Kanatierja me kështu të holla, si quhet kjo, me rripat holl, kjo është ajo për cilën po flas. Nëse i ka rripat e trash, kanatierja që është deri këtu, s'ka problem. Nëse është me rripat holl, është problem. E nëse është bluzë, pastaj s'ka asnjë lloj problemi fetarisht.